Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Në vitet e fundit, lajmet se në një ndërtesë pati zjarr, që shtëpit u dogjen apo që bizneset u përfshin nga zjarri, janë shndruar në një përditshmëri. Pjesa më e madhe e tyre, sipas analizave të profesionistëve, i atribuohen instalimeve të dobta elektrike, mbi ngarkesës së rrjetit dhe vjedhjes së energjisë elektrike. Në këtë emision kemi vendosur me gjurmu në raportet zyrtare dhe në të dhënat që Zjarfiksit i kanë mbledhur për vite me radhë për shkaktarët e zjarreve në hapësirat e banimeve kolektive dhe në banesat individuale në Kosovë. Në vitin e fundit, kryeqyteti disa ishte zgjuar me alarmet e Zjarfiksve, të cilët intervenonin në banesa kolektive për të shuar zjarret. Por cilat janë arsyet që këto zjarre janë shkaktuar dhe çka thonë raportet zyrtare për shkaktarët? Një zjarr mund të ndizet me qëllim nga pakujdesia apo edhe nga avari të ndryshme. Në mesin e avarive, llogariten me instalime të dobta të energjisë elektrike. Për ata që nuk e dinë, pas çdo zjarri, në komunat e Kosovës hartohet një raport, i cili quhet raporti i ekspertit të zjarrit, i cili konstaton shkaktarët e vërtetë të zjarrit. Ekspertët e tillë janë të emëruar edhe në Prishtinë. Në këtë komunë, Drejtoria e Shërbimeve Publike pranon në vazhdimsi raporte për shkaktarët e zjarrit. Raportet e tyre flasin se energjia elektrike është në mesin e shkaktarëve kryesor të zjarreve në banesa kolektive dhe shtëpi. Është një temë që jashtëzakonisht shumë e kemi trajtuar gjatë 2-3 viteve të fundit, e posaçërisht vitin e kaluar. Si thatë ju me të drejtë, kemi pas një rritje shumë të madhe të zjarreve në ndërtesat të banimit kolektiv. Dhe viti kaluar ka qenë, të them, për dallim nga vitet e tjera, ndoshta jo me numër, po me dëmet që janë shkaktuar, edhe rastet që kanë qenë raste më të mëdha, se kësi raste të zjarreve në ndërtesa, në banesa, në shtëpi, mos them që janë rutinë për drejtorinë dhe për brigadën profesionale të Zjarfiksve. Realisht, Prishtina është rritë, është bërë një qytet, të them, që tenton të jetë një qytet modern me infrastrukturë moderne, mirë po që kjo rritje, ky ndërtim, ky zhvillim i bart me vete edhe pasojat, po i bart me vete edhe sfidat që ky zhvillim i ka. Së pari, ndërtesat që janë ndërtuar më herët, duhet ta pranojmë, nuk janë ndërtuar sipas standardeve që përkojnë, pra standardeve të sigurisë. Së pari, një pjesë e ndërtesave nuk ka pasur të dalje apo shkalla emergjente. Aspekti i sigurisë së zjarrit, pra ato që kërkohen, duke filluar nga materiale që ndërtohet, duke filluar nga dyert emergjente që duhet të jenë rezistente, gjithë ato çështje që ndoshta nuk janë trajtuar me kohë, atëherë pasojat ne duhet t'i bartim. Raportet zyrtare të inspektorëve të hetimit të zjarrit, policisë dhe prokurorisë zbulojnë se pjesa më e madhe e zjarreve në komplekset e banimit nuk janë aksidentet e natyrës. Ato janë pasojë drejt për drejt e ndërhyrjeve të paautorizuara në instalimet elektrike dhe mbi ngarkesës ekstreme që i bëhet rrjetit. Kur këto ndërhyrje kryen nga persona pa asnjë kualifikim dhe jashtë çdo standardi inxhinierik, sistemet kolektive të orëve të rrymes thjesht shpërthejnë duke rrezikuar banorët dhe duke shkaktuar dëme që kapin vlerat e qindra mijëra eurove. Rastet më të përfolura kohëve të fundit, sikurse zjarrit e banesat e njohura si të arabëve në Prishtinë, apo shpërthimet e fundit në restorante dhe objekte private, ndajnë të njëjtën zanafill, pakujdesinë qytetare dhe punimet jo profesionale. Tash duhet të pranojmë një gjë që është faktike, edhe sipas hulumtimeve dhe sipas hetimeve që janë bërë nga inspektorët e hetimit të zjarrit, po edhe nga policia dhe prokuroria. Pjesa, të them, 99% e zjarreve që janë shkaktuar në banesat kolektive janë shkaktuar nga pakujdesia, por edhe nga
intervenimet në rrjetin elektrik. Tash padoshte periodikoj rasti për rastit. Rastet që ne I kemi trajtu janë disa raste më të mëdha, që vlen të përmenden, për fat të keq jo për të mirë, por për shkak të dëmeve dhe edhe pasojave që kanë lënë, është rasti I banesave që quhet banesat e arabëve, që ka qenë një rast shumë më kompleks dhe rast shumë I madh. Hetimi është përfundu dhe policia është duke u marrë me këtë aspekt, domethënë të zbardhjes së rastit, por është parë që sipas gjitha gjë, se prapë them, pa dashur të prejudikoj dhe t'ja lo ta marrë të them përgjithësinë, aty dyshimet kanë dërgu deri te rrjeti elektrik, që prapë them, është ka mund të jetë shkaktor. Në disa raste të tjera që kemi pas, prapë them, ka qenë mbi ngarkesë e rrjetit elektrik, nga klimatizimi, nga një hekur për hekurosje, nga domethënë pakujdesia e qytetarëve në ndërtesat kolektive. Mbi ngarkesa e orëve, që në orë kolektive, që ka ndodhur në disa raste, kemi pasur një javën e kaluar një rast të pakujdesisë të një restorani në një ndërtesë kolektive, ku si pasojë kemi pasur edhe dëme. Pra dëmet janë të mëdha, dhe këto kryesisht, prapë them, edhe njërë duhet ta potencoj, pa dashur të prejudikoj në hetimin final, por sipas të dhënave që I kemi dhe sipas hetimeve preliminare që kemi bërë dhe të dhënave, të them 99% janë nga pakujdesia e qytetarëve. Drenasi është komuna tjetër që është përballur me zjarrin e objektet e biznesit dhe objektet e banimit. Në përditshmërinë e tyre, zjarfikësit konstatojnë se pjesa më e madhe e zjarreve vijnë nga instalimet elektrike të cilat janë jashtë standardeve ose janë abuzuar. Realisht, shpërthimet në objekte kolektive ndërlidhen gjithmonë me faktorin njeri. Është si pasojë e punimeve jo profesionale të instalimeve elektrike, mund vjen si pasojë pajisjeve të vjetra të elektrike, vjetruara me defekte, mund vjen si pasojë harresës të në për kuzhina që kanë pajisje elektrike që I përdorin si shpëritet elektrik, varjat e yndyrnat e tjera, qirinjët e këto janë faktorë që mund me ndiku të shkaktori I zjarrit. Personat e pa autorizuar të cilët punojnë në instalimet elektrike, ato mund të përfundojnë me pasoja, në pasuritë që I kemë, për shembull mund të shkaktojë një zjarr. Për shembull se një person e pa autorizuar ose një person I cili nuk ka një uri për instalime elektrike, ai mund të paraqitet defektet deri te vënia e zjarrit të një objekti. Të janë pasoja që mund të shkaktojnë në objekte kolektive dhe private, në gjitha. Kulmi I shkeljeve teknike dhe ligjore në sektorin e energjisë mbetet fenomeni I kyçjeve ilegale. Këto raste të njohura si vjedhjet e energjisë elektrike në vazhdimsi llogariten si shkaktar të zjarrit. Në analizat e shkaktarëve të zjarrit, vjedhjet konstatohen si më problematike. Instalimet për të vjedhur energjinë kryen nga jo profesionistët dhe jashtë çdo standardi. Raportet e KEC të artuara tregojnë se personat që vjedhin energjinë elektrike për të mos u diktuar nga kontrollet, kryjnë punime të shpejta gjatë natës, duke përdorur kablo të holla e të pasigurta që nuk përballojnë as minimumin e ngarkesës së një objekti. Ky material jo adekuat nxehet brenda një kohe të shkurtër dhe shndrohet në burim shpërthimi për tërë rrjetin përreth, duke rrezikuar jo vetëm hajnin e rrymës, por tërë lagjen apo kompleksin e banorëve që paguajnë rregullisht. Përderisa ekspertët e rrjetit bëjnë thirrje për legalizim dhe aplikim të zgjidhjeve zyrtare teknike, ekipet e zjarfikësve nëpër komuna po përballen me pasojat e këtij fenomeni, ku mbi ngarkesa e krijuar nga kyçet ilegale, veçanërisht gjatë sezoneve të ngarkuara, po shkrumbon kutitë njësorve. Kyçet ilegale praktikohen rrezik të lartë, jo vetëm për objektin, për rrethinjen, por vetë për njerëz, qoftë ata që jetojnë në shtëpi, qoftë objekt banesor, varësisht persona që tentojnë ata për me kyç. Arsyeja është sepse arsyet janë të shumta, po më përmend disa më kryesorët, kyçet ilegale zakonisht kryen nga personat e paautorizuar. Ata mundohen që atë kyçe ilegale me kry për një kohë shkurt që mos minzon dikush që janë të bënë kyçe të tillë,
kryen me material jo adekuat, duke mos marrë për bazë ngarkesën që ka objekti, kushtet e tjera. Kështu që të gjitha këto praktesën në një rrezik qoftë për dëmtim të rrjetit që ku kyçet bëhen që kyçe ilegale, qoftë dëmtimi i kablit që ekzekutohet kyçja, po edhe vetë objektit që kyçet në mënyrë ilegale. Sa shpesh në zjarret, në ndërtesat cilat ka kaplu zjarri, sa shpesh është faktori vjedhja e rrymës? Po vetë kyçja ilegale mund të jetë potencial për dëmtim të objektit, se përmenda disa arsye pse. Edhe pse atë raportin përfundimtar se kushtoshtartari zjarrit e bin organet hetimore, domethënë gjatë hetimeve që kryen, megjithatë, domethënë gjasat e më të mëdha që ditë shkartimi i zjarrit të vi kur bëhet një kyçe ilegale, sepse thash përdoren material jo adekuat, kryen nga punëtorët jo të autorizuar e kushte të tjera. Kështu duke marrë për bazë domethënë gjithë ato që tham rreziqet dhe pasojat që mund të shkartojnë një kyçe ilegale, unë kisha bën apel të gjithë atyre qytetarëve domethënë që kanë nevojë për me kyç një objekt, qoftë objekt banimi ose shtëpi, që marrë paraprakisht në zyret e kërtesës, në bord kërtesë, ekipet tona adekuate dalin terren edhe në bazë të rrethona dhe në bazë kushteve, ju japin zgjidhje teknike, ju përshkruajnë materialin të cilën duhet me përdor që në mënyrë një kyçe të jetë më e sigurt edhe të mos vjedhet e dëmtimi, qoftë i pajisjes që kyçet apo edhe vetë objektit. Të them që shërbimi i zjarfikës në Soarek, sidomos gjatë sezonit dimror, do të faqohet më shumë me zjarrin për objekte ndërtimore. Objekti ndërtimor është çështja e instalimit elektrik. Çështja të kutit shpërndarëse, do të thotë orët e rrymës, më shumë të kemi pasur raste të orët e rrymës dhe shtyllat elektrike, të cilat janë të mbigarkuara. Normalisht këto kanë qenë intervenit më shumë të cilat janë lajmëruar që i kemi pas gjatë këtij sezonit ose gjatë kësaj kohës. Unë kisha me thonë që pa të autorizuar janë vetë ata të cilët janë vendosur në objekte për jetu, ajo është pa autorizuar. Gjësa nuk është një objekt i pranuar, zyrtarisht. Teknikisht nuk është i pranuar objekti, ajo është faktikisht një vendosje ilegale e banimit të tillë. Një dukuri tjetër e dokumentuar është banimi për objekte të reja shumëkatëshe të cilat nuk kanë kaluar ende asnjë pranim teknik nga inspektoratet komunale. Pa u certifikuar sistemi ujësjellësit, hidrantet kundër zjarrit dhe pa u bërë pranimi teknik i rrjetit elektrik, investitorët lejojnë futjen e banorëve brenda këtyre ndërtesave. Kjo gjendje rendohet jashtëzakonisht shumë gjatë sezoneve kur kthehen mërgjimtarët, të cilët, duke mos e ditur gjendjen reale të rrjetit, ndezin pajisje të shumta për ngrohje apo ftohje, gjë që sjell potencialin për zjarre në orë të rrymës. Për më tepër, ky kaos ndërtimor vështirëson dhe bllokon punën e zjarfikësve në terren, të cilët janë të detyruar të presin ekipet e KEC-it për ndërprerjen e energjisë përpara se ata të intervenojnë. Në praktikë edhe siç jemi të njoftuar që objektet ndërtimore pranohen ose pa kushfar pranimi teknik, mjesht shkojnë vendosen edhe banojnë, po objekti nuk ka pranim teknik. Kështu që nuk e din ata fakte dhe çfarë gjendje është e sistemit të rrymës. Nësëm këto janë edhe të rrymës, po edhe të ujit, të gjitha aty në problem. Në fakti që një objekt i cili nuk ka pranim teknik, ai nuk është për banim. Kjo është ajo që e shkakton tani edhe zjarre, bin ngarkesa, digjen orët e rrymës, digjen shtyllat elektrike, gjitha ato edhe shkaktojnë dome në materiale. Unë e konsideroj ashtu, se si çdo objekt për banim duhet pranohet teknikisht, t'i plotëson kushtet për me jetu me familje, atëherë vendoset njëri edhe gjitha, ose një familje të vendoset me objekt. Kurse të na e kundërta, shkojnë njerëz të vendosen pa pranimin teknik të objektit, mbi ngarkesa njerëz vinë sezona dimrore, na vinë gërbexhit, ata vetëm këshyrin me gjetë një formë si më ngrohë gjatë asaj kohë, nuk e analizojnë që ka shumë banor që janë kyç ilegale dhe mbi ngarkesa aty në shkakton dome ose shkakton zjarre në për njësor, sidomos të njësor elektrik të objektit.
Kur jemi tek banesat kolektive, ndërkohë sa keni të vështirë intervenimin pra në to? Sepse thaj që shumica nuk kanë pranim teknik dhe rrjedhimisht mund të kenë edhe qasjet kufizume për zjarrfiksit, pra për të ndërhyrë. Dhe na e kemi bashkëpunim me Kekun këtu në Sare. Faktikisht ne nuk mundem me intervenu pa lajmërimin e tyre. Gjithmonë kur shkojmë në intervenim, kur na lajmërojnë që është një njësor, ka shpërthyer zjarrin në njësor, atëherë më njëherë e njoftojmë Kekun që do të ndërpret energjinë elektrike. Atëherë na veprojmë. Dhe unë kem bashkëpunimi me Kekun edhe veprojmë. Është vështirë se mbarët tani edhe ata të Kekut kanë ngarkesa. Dohon nuk kjo që gjithmonë mund me qenë të lirë, dohon gjithmonë ajo neglishenca, gjithë ato, a mund vjetet e një dom më i madh i njësor apo i salimit elektrik që ato objekt. Ligji mbi bashkëpronësinë është jashtëzakonisht shumë i qartë që edhe kompenzimin dhe mirëmbajtjen edhe hapësirave publike është përgjegjësia e banorëve. Ne kemi sugjeruar dhe çdo herë sugjerojmë banorëve që të fillojnë të mendojmë nga aspekti shumë më praktik i sigurimit të banesave të tyre. Domethënë sigurim i pronës, i cili e mbulon edhe këtë hapësirë. Për arsye se mbasandej ne si jo vetëm si kryeqytet, po edhe si nivel qendror, po duhet të përballemi me kërkesat për kompenzim të dëmit që realisht sipas bazës ligjore nuk na takon, po në baza individuale edhe sipas vullnetit të mirë të kryetarit, po edhe të nivelit qendror, po gjejmë mënyra se si këto dëmet i kompenzojmë. Por rritja e numrit të banorëve, rritja e banesave kolektive, rritja e konsumimit të energjisë, por edhe e pakujdesisë qytetarëve kanë pru deri tek kjo që vitin e kaluar kemi pas një numër shumë të madh, po them, të rasteve të zjarreve në banesat kolektive, në banesat të arabëve, te parku i qytetit, në rrugën UÇK, në Kalabrinë, më shirë, domethënë kemi raste, rastin kemi pas edhe te banesat e arabëve ku djeg edhe një vetur në garazh, ajo është pak një rast tjetër, pak më i komplikuar nga aspekti kriminal. Kur flakët shpërthejnë për këto ndërtesa të larta, sfidat e ekipeve të shpëtimit janë të mëdha. Provoja e zjarrfiksve dëshmon se kërcënimi kryesor për jetën nuk vjen vetëm nga kontakti direkt me zjarrin, burimi i shpërthimit, por nga tymi dendur dhe toksik që përhapet me shpejtësi të madhe nëpër korridore dhe gypat e ventillimit. Evakimi i qytetarëve nga katët e larta në objekte që shpesh nuk kanë shkallë emergjente apo dyrë rezistente ndaj zjarrit është një operacion jashtëzakonisht i ndalikuar. Vetë zjarrfiksit rrezikojnë shëndetin e tyre në çdo sekond të ndërhyrjes nëpër bodrume apo apartamente të bllokuara ku asfiksia mbetet rreziku numër 1. Edhe pse deri më sot operacionet kanë rezultuar pa humbje jetësh në njerëz, lëndimet e zjarrfiksve dhe trajtimet e emergjencës mjekësore në vendin e ngjarjes janë dëshmi e qartë e çmimit të lartë që paguhet për mungesën e kritereve të sigurisë në ndërtimet tona. Çdo intervenim i ka specifikat e veta, qoftë ato në intervenime të objekteve kolektive, qoftë edhe në zjarre fushore, se nga pikpamja këtu nuk shihet shumë e rëndësishme zjarre fushore malore, por edhe ato mund të marrin jetën e njerëzve, edhe të kafshëve sigurisht, edhe mund të shkaktojnë dëme në ambiente, në natyrë gjithkund tjetër, ndërsa sa i përket zjarreve në objekte kolektive, sigurisht që rreziku është shumë i madh për jetën e njerëzve, sepse aty ka një numër të madh të banorëve. Në rënd të parë është tymi i cili mund të ndikojë negativisht, për mos me thonë që mund të ndikojë edhe në humbjen e jetës së njerëzve, dhe evakuimi i njerëzve prej koteve të larta, që edhe evakuimi është sfidë në vete, paraqet vështirësi të veta dhe ka specifikat e veta se si duhet bëhet evakuimi, ajo e vështirëson jashtëzakonisht shumë punën tonë, por megjithatë edhe ato që i kemi pas kanë rezultu të sukseshme, pra nuk kemi pas humbje të jetë, ndërsa dëme materiale është natyrshme që aty ku ka zjarr dëmet janë evidente,
po për çfarë shkolle janë varësisht prej zjarre që e përfshin. Pra I kemi dy shembuj që mi morë kështu konkretisht në dallimin e zjarreve të fushore dhe malore në raport me objektet. Në raport me objektet, zjarri është me I kufizum, pra është në aty në ndërtesë, ndërsa në zjarret fushore malore është I përfshin sipërfaqe shumë të madhe edhe të vynë personel shumë, energji shumë për të futur në kontroll dhe për të bërë shure, ndërsa rreziku shumë I madh për humbjen e jetës e njerëzve dhe të tjera materiale kur është në objekt që është sfidë në vetë. I përmende dëmet materiale që thatë se janë të pashmangshme, por po më intereson me ditë nëse ka pas ndonjë zjarr fiks nga personeli juaj që është lëndu gjatë intervenimeve kohëve të fundit dhe si qëndroni pra në këtë aspekt. Tek lëndimet nuk isha mujt me thonë që kam pas lëndime trona që kam dosh trajtim të jashtëzakonshëm kështu, ose të hospitalizum, përveç në një rast kur një kolege juni e ka dëmtu kamën dhe ka marrë trajtim spitalor në QKUK në zjarre fushore, ndërsa në këtu zjarret në objekte kolektive ose ndërtesa, sigurisht që ndikon negativisht, ka marrë trajtim të aty për aty shumë nga ekipet mjekësore emergjente, po jo që ka pas ndonjë lëndim më të rënd që ju dosh trajtim për kohë më të gjatë. Dhe me këtë rast apeloj që qytetarët që të kenë njerëzisht shumë kujdes, posaçërisht gjatë muajve të verës, për arsye se kuptojmë temperaturat janë të larta, banesat kolektive kërkojnë këtë ditë që kërkojnë klimatizim, kërkojnë kujdese për jetën e qytetarëve, por qytetarët për shkak të rrjetit po bëhet mbi ngarkesë dhe tani për arsye të ndryshme po vije deri te ndezja e zjarrit dhe mbasandej pasojat për njerëzve shumë të mëdha dhe punat që ne si drejtori për sigurisë dhe emergjenca bashkërisht me institucionet varëse dhe përgjithëse si brigadën profesionale, si policinë e kryeqytetit, si shërbimin emergjent mjekësor, po mbi ngarkohet sistemi jon I cili të them të drejtën gjatë 2-3 viteve të fundit ka qenë jashtëzakonisht ka përparu për shkak të investimeve të mëdha dhe koordinimit jashtëzakonisht shumë të mirë kemi bërë. Por prapë po them, shpresojmë që këtë vit do të kemi më pak punë, por prapë nuk e hedhim poshtë këtë mundësi që këto raste do të përsëriten dhe të them mos them që është normale, por do të kemi edhe kësi raste. Tash një sfidë tjetër paraqet se Prishtina kemi ndërtesa shumë katëshe, që janë në lartësi shumë të mëdha, dhe kjo paraqet edhe një sfidë, po them, plotësuese për ekipet reaguese që kemi. Derisa zonat urbane digjen nga instalimet elektrike dhe papërgjegjësia në ndërtim, natyra e Kosovës po përballet me një katastrofë të vërtet ekologjike përmes zjarreve fushore dhe malore. Ekziston një mit I përhapur gjërësisht se këto zjarre shkaktohen vetvetiu nga temperaturat e larta apo nga thyrja e rrezeve të diellit në përgjama të hedhur. Megjithatë, të dhënat dhe statistikat e intervenimeve tregojnë një të vërtet krejt tjetër. Shumica e këtyre zjarreve shkaktohen ekskluzivisht nga dora e njerëzit. Djegja e qëllimshme e hamulloreve pas korreshirjeve, me bindjen e gabuar se kjo e pastron tokën, pakujdesia e qytetarëve gjatë një pikniki, hedhja e cigareve në rrugë dhe veprimet kriminale të piromanëve po shkatrojnë florën dhe faunën tonë. Këto zjarre të ndihmuara nga erat e forta dhe nxehtësia, dalin jashtë kontrolli dhe vitin e kaluar kanë shkaktuar edhe humbjen e një jete. Përveç faktorit njeri, në raste të rralla shkak bëhen edhe tensionet e larta elektrike të dëmtuara që prekin tokën. Të them të drejtën, ne kemi bërë jashtëzakonisht shumë punë në 2 vitet e fundit në rritjen e vetëdijës së qytetarëve. Ky ka qenë hapi parë që ne kemi marrë në mënyrë që qytetarët I vetëdijsojnë për rrezikun e ndezjes së zjarreve në natyrë. Të them jemi shku deri aty, I kemi shfrytzuar edhe Këshillin e Kryeqytetit për siguri, Këshillat lokal për siguri publike. Kemi pas edhe marrëveshje edhe me Bashkinë Islame të Kosovës në hutbën e xhumas, në të gjitha xhamitë e Kryeqytetit është ndigjeru për rrezikun dhe dëmin që këto zjarre shkaktojnë si në ekosistem, si në florë dhe faunë, por për fat keq ndoshta
nuk i tash prapë po them, duhet të analizojmë se pse qytetarët e jashtëzakonisht nuk janë vetëdijsues realisht, edhe për shkak ndoshta edhe të kampanjës tonë, ndoshta kemi vitin e kaluar kemi pasur edhe shumë zjarre, edhe si pasojë, domethënë si ka prodhuar si kundër efekt, për fat keq. Shumica e qytetarëve mendojnë që si pasojë e temperaturave të larta kemi zjarre më shumë të fushore. Jo, 99% të zjarreve që janë shkaktuar zjarre fushore dhe malore janë shkaktuar nga dora e njerëzit. Një pjesë nga pakujdesia, një pjesë jem të qëllimshme. Kategoria e, të them, nga pakujdesia është se qytetarët i ndjegin hamulloret. Mbas fazës së kurrishirëve ndjegin hamulloret, se sipas besimit të tyre, pastron fushën, edhe përgatit tokën. Mirë po, edhe nga aspekti i bujqësor, edhe nga aspektet bujqësor, dhe nga ekspertët tjerë që jemi konsultu, kjo realisht vetëm e dëmton biodiversitetin, e dëmton florën dhe faunën dhe kafshët që jetojnë aty, por problemi është që tani ky zjarr del jashtë kontrollit për shkak të temperaturave të larta, për shkak të erërave të forta dhe mbasandej përballet ne duhet të përballemi me pasojat që i shkakton kjo. Jo vetëm në pronën e tij, po mbasat që zjarri nuk njeh kufi, nuk njeh pronë dhe po përballemi me probleme të tilla. Për fat keq vitin e kaluar kemi pas humbin edhe jetës një qytetari, i cili nga pakujdesia ka ndez një zjarr në oborrin e tij dhe i ka dalë nga kontrolli dhe për fat keq ka ndruar jetë. Po kemi pas dëme të jashtëzakonshme. Prapë dëme të jashtëzakonshme në të gjitha pjesët e kryeqytetit, Por kemi arrit që ti minimizojmë dëmet që janë shkaktuar, një dhe e dyta, ti ndalim ndihmë edhe komunave që kemi përreth, Podijevës, Obiliqit, Fushkosovës, Graçanicës, që gravitojnë në regionin më të gjerë të Prishtinës. Dhe kategoria e tyre është ndezja e zjarreve të qëllimshme. Ka njerëz që qëllimisht i ndezin zjarret dhe ndaj tyre disa janë arrestuar dhe janë në procedura të gjyqësore që mirën me ta. Duhet të dini që ndezja e zjarreve është vepër penale. Ne këtë kemi potencuar disa herë dhe vlen të potencohet se është vepër penale dhe si e tillë bart pasoja ligjore për ndezjet e zjarrit, si qëllimshëm apo edhe të paqëllimshëm. Po kemi edhe njerëz që quhen edhe piroman që ndezin zjarrin, të them, kushtimisht nga kënaqësia, vetëm të shohin dëme në natyrë. Pra, kemi këto dy lloj kategori të njerëzve. Ne këtë vit, ka që një muaj gjysmë kemi kriju edhe grupin për përgatitje për sezonin e verës. Janë angazhuar të gjitha ekipet, kemi pasur disa takime me brigadën profesionale, me policinë e kryeqytetit, me shoqatën vullnetare të zjarrfeksit që kemi kriju vitin e kaluar. Pra gjitha kapacitetet janë të gatshme, kemi investuar ekstra mjete buxhetore në brigadën profesionale, kemi blerë edhe një automjet sulmus për zjarre fushore dhe malore, që ka ardhur tash është automjet i ri, i cili do t'i shtohet flotës së brigadës profesionale në mënyrë që t'i dalim ballë sfidave që na presin këtë vit. Mirë po, pra po them, vedia e qytetarëve për fat të keq është jashtëzakonisht shumë e ulët. Sa i përket ndezjes së zjarrit, mendon se del në natyrë, bën një piknik, bën një barbecue, ndez një zjarr dhe aty përfundon. Po për shkak të temperaturave të larta, për shkak të kushteve klimatike që kanë mbizotruar vitin e kaluar dhe që pritet të mbizotojnë edhe këtë vit, ndezja e këtij zjarri del nga kontrolla, nga pakujdesia e qytetarëve, një cigare e ndezur që hudhet në natyrë, një ndezje një zjarrit në natyrë e shkakton ndezjen edhe daljen nga kontrolli dhe mbasandej pasojat dhe dëmet që shkaktohen në natyrë janë të jashtëzakonshme. Domethënë janë të ndonjëherë edhe të pakthyeshme për shkak të dëmeve që shkaktohen për shembull në pyje, se dini pyje kërkon një kohë shumë gjatë të rigjenerohet, të ripulzohet ajo pjesë ku shkatërrohet. Ky një fenomen tash i njoftën për neve të zjarret fushore malore që ndodhen më shpesh te na. Është i pasojë që në zona rurale ka zhvendosje të popullatës më të madhe që kalojnë në zona urbanistike. Është kullosat, bari thot, këtu nuk mirëmbahen në hudhje bishtit cigares e pa shurë, mund të shkaktojnë një zjarr. Kur bëhet një zjarr ka pasoja të mëdha, ose zakonisht të ndodhin mas korrjeve të grënijeve,
njerëzit nuk kemi mbojnë arat e veta, shkaktojnë një zjarë të mendu që pëndez vetëm arën e vetë, a mund të ndezë një sipërfaqe të madhe të zjarë fushore, që mund të kalon në zjarën pyjore, që për neve është një angazhim shumë i madh që kërkon angazhim shtesë të zjarfikësve, kërkon edhe forcë fizike të zjarfikësve që ndikon ndotët të ambientit, sidomos edhe të njerëzit që kanë probleme me frymëmarrje, zakonisht sidomos që ndikon shumë për shkak të ndotët të ambientit, për shkak të zjarreve fushore malore. Unë gjithmonë kom thënë që shkaktarë gjithmonë faktori njeri. Pakujdesia e njeriut edhe shkakton zjarre. Si në zjarre fushore, ka ashtu edhe në zjarre malore. Cila është e pakujdesi? Pakujdesia është pikniqet. Dalim me familje, në piknik, e ndezemi zjarë, për të bërë një atmosferë këta dhe unë, po largohemi nga vendin ngjarjes, nuk e fikim zjarrin tërësisht. Apo hullja e këtyre cigare, doan pirsit, të cilët i hullin cigaren, pa kontroll, dhe ajo shkakton zjarrin. Ka shumë thonë që jo shkaktohet për shkak temperatura të larta dhe prej gjomit, jo. Prej gjomit shkaktohet do të në qenë temperatura lartë mbi 100 gradë. Ato janë shumë raste specifike që po gjithmonë është faktori njeri i cili e shkakton pakujdesia e njeriut dhe shkakton vjentit e zjarri fushor apo zjarri malor. Elementet tjera ne kemi, sidomos sot mund të them që përshqyrës elektrik. Vjen në ditë ajo, kemi raste që përshqyrës elektrik, aq janë dëmton, sidomos tensionet e larta në për disa fshatet se shkojnë, që bin poshtë në përfusha dhe shkaktojnë edhe zjarë, ose kanë njëherë gjeste ku ka frymë, vjetit e bashkimi i përçuesve elektrike dhe shkaktojnë zjarë. Jo në ato rast, po jo në rastet të ralla ato. Ato janë rastet të ralla, po zjarët që janë kyçe, janë faktori njeri të cilët pakujdesia edhe shkaktojnë zjarët. Se shumë të janë ato. E kemi thonë vazhdimisht, edhe vitin e kaluar ne kemi pas një numër rekord të intervenimeve, pra në përgjithësi intervenime vetëm vitin e kaluar i kemi pas 3020 intervenime. Numri më i madh u kon në numrin e zjarreve fushore malore. Pra po e ngrisin shumë numrin e intervenimeve dhe kjo temperatura na vazhdimisht e kemi thonë që temperatura nuk do më thonë që shkakton zjarr, mirë po temperatura i krijon që aty mundësi që një pakujdesi e vogël mund të shkaktoj zjarr. Dhe problemi pse ngritet temperatura nuk është ka me pas zjarr, por problemi është tek ne, tek vetë qytetarët se si kujdesemi për ambientin, sa jemi të kujdesshëm në ato temperatura që mos të hudhet zjarr. Në fakt, ne jo vetëm temperaturat larta, ne ambientin duhet të ruajmë gjithherë që mos hudhen mbeturina, sepse ato mund të jenë. Pra po e them, mund të jenë burim i zjarrit. Po e rrith theksoj që ndezja e mbeturinave është një numër kogja i madh i intervenimeve ndër vite që na përcjell e që është një dukuri tepër. Përballë këtyre mira intervenimeve që sfidojnë çdo kapacitet teknik, në pa del një prapavi tjetër e hidhur menaxhuese. Përderisa kryeqyteti gëzon një buxhet më të madh dhe arrin të mbuloj edhe komuna përreth si Fushkosovën, Obiliqin dhe Graçanicën, stacionet e zjarfikësve nëpër komuna më të vogla po përballen me një krizë të personelit. Kërkesat zyrtare të komandantëve drejtuar kryetarëve të komunave për angazhimin e punëtorëve sezonal gjatë muajve kritik të verës po injorohen, duke lënë skuadra minimale të menaxhojnë katastrofa të përmasave të mëdha. Si zgjedhje alternative, po shihet krijimi i shoqatave vullnetare të zjarfikësve, ku qytetarët ftohen të trajnohen dhe të pajisen me uniforma për të ndihmuar strukturat zyrtare.
Sa jemi në të përgatitëm, ajo është ajo vështërsia të cilët në ballafaqohemi. Konkretisht, ose momentalisht them që ne kemi një numër shumë të vogël të zjarfiksa. Unë kam bërë kërkesa si komandanti i njësisë të organet kompetente të kryetarit të komunës për plotësimin gjatë sezonit veror me punëtor shtesë. Po gjërë në sot nuk kam marrë kushfa përgjigje, nuk kam presu. Momentalisht numrin të cilën e kam të zjarfiksa është shumë i vogël. Edhe di që në qoftë se nuk marrin punëtor sezonor, do të ballafaqohemi me probleme dhe me vështirësi për realizimin e detyrave tona. Ne si kryeqytet kemi pas fatin që kemi një buxhet shumë të madh në krahasim me komuna tjera sa i përket gatishmërisë dhe rritjes së gatishmërisë. Ne kemi marrë gjitha hapat e nevojshëm që të jemi të përgatitur, kemi edhe ekipe që janë të them në gjendje gatishmërie, në mënyrë që t'i dalin ndihmë dhe t'i përgjigjen çdo sfidë që ka kryeqyteti, po jo vetëm në koordinim normal edhe me Agjencion e Menaxhimit të Emergjencave për intervenimin në komuna tjera, por siç e dini, kryeqyteti me nisitë e veta e mbulon edhe komunën e Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Graçanicës. A kemi nevojë për personel shtesë? Patjetër që kemi, po numrat që janë në strukturën organizative e lejojnë këtë numër. Shpresojmë që tani do të rrisim me strukturën e re, të rrisim me numrin e zjarfikësve në kryeqytet dhe të rrisim edhe numrin e zyrtarëve apo zjarfikësve vullnetar, dhe me këtë rast i ftoj të gjithë qytetarët, të cilët kanë dëshirë të jenë pjesë e shoqatës, vullnetarët e zjarfikësve dhe shpëtimit, të kontaktojnë me drejtorinë në mënyrë që të kalojnë për trajnime, të marrë uniforme dhe të jenë gjendje gatishmërie që jo vetëm për zjarre. Realisht sa jena të përgatitëm për mi ballë të në zjarreve, sidomos në kohën e verës, korrikë dhe gushti, realisht komunën e Rënasit na kanë ndihmuar zjarfikësit e Frenikit kur kanë qenë aktiv. Tani janë shumë vendet e punës tyne, po besoj që këtë vit kena me pas të lasha më të mëdha, për shkak se nuk e kena asnjë nisim mbështetëse që na kanë ndihmuar vazhdimisht. Sepse gjatë sezonit verore mund ndodhin 2 ose 3 ose 5 raste për një herë që na nuk kemi kapacitetet mjaftueshme me përballë 5 raste për një herë. Të gjitha dëshmitë, faktet dhe raportet që shpalosim në këtë emision vërtetojnë se zjarret që po shkrumbojnë ndërtesat tona dhe po shkatrojnë pyjet e fushat e Kosovës nuk janë thjesht fatkeqësi të pashmangshme të natyrës apo temperaturave të larta. Ato janë pasojë direkte e papërgjegjësisë institucionale, investitorëve që popullojnë objekte pas një pranim teknik, hajdutëve të rrymës që realizojnë kyçe ilegale dhe pakujdesisë qytetare. Derisa zjarfikësit nëpër komuna vuajnë për personel bazë dhe kryeqyteti kërkon ndihmën e qytetarëve vullnetar, ndryshimi i gjendjes fillon ekskluzivisht nga zbatimi i ligjit dhe vedia e secilit prej nesh për të mbrojtur jetën dhe pronën. Shikues të nderuar, kemi ndjekur një reportazh i cili na tregon për rreziqet nga zjarret që shkaktuan nga instalimet e dobta dhe avaritë elektrike. Gjatë këtyre ditëve, ekipet tona kanë ndjekur edhe disa operacione të kecit në gjurmimin e vjedhjeve të energjisë elektrike. Po ju ftoj me ndjek një reportazh të përgatitur i cili na tregon për bizneset e individ të cilët vjedhin energjinë elektrike. Dhjetra qytetarë të vendit përballen me procese gjyqësore për vjedhjet e energjisë elektrike. Muajt e fundit, gjykatat e vendit kanë njoftuar se për vjedhje të rrymës, qytetari nga Podujeva KV u dënuan nga gjykata themelore e Prishtinës me 150 euro gjob. Sipas gjykatës, konsumatori ka bërë lidhje direkte në rrjet duke anashkaluar njësorin elektrik, pasi paraprakisht ka qenë i shkyqur nga sistemi elektrik. Ngjashëm me këtë proces edhe qytetari tjetër nga Podujeva EM u dënua me 150 euro gjob për shkak se ishte hasur duke keq përdorur energjinë elektrike në një vend punishte në rajonin e Prishtinës. Vjedhja rrymës është vepër penale e cila me legjislacionin në fuqi mund të dënohet deri në 3 vite burgim. Përveç kësaj, ata që hasen duke vjedhur rrymë detyrohen ta kompenzojnë energjinë të cilën llogaritët që e kanë shpenzuar. Sistemi energjetik në Kosovë paraqet që rryma e vjedhur të rimbursohet dhe si rrjedhoj rritet edhe çmimi i energjisë elektrike. Sa më shumë që vidhet energji, aq më shtrenjtë do të paguajnë të gjithë qytetarët pa dallim. Brenda një viti, rryma e vjedhur llogaritet të jetë rreth 30 milion euro.
Për të gjurmuar vjedhjet e energjisë në Kec është themeluar një ekip special i cili ka detyra specifike të gjurmojë vjedhjet. Sistemi digjital i mundeson ekipit që të gjurmojë zonat ku ndodhen humbjet më të mëdha, ndërsa lokalizimi i bizneseve dhe shtëpive ndodh hap pas hapi në terren. Ekipit me detyra konkrete janë dhënë 2 sinjale për një rajon të vendit. Gjatë marsit të vitit 2026, ekipi ka marrë sinjalizime se në rajonin e Gjilanit ka dyshime për keqpërdorime. Në shoqërimin e Policisë së Kosovës, ekipi special për gjurmimin e vjedhjeve nisi drejt qytetit të Vitis. Informatat flasin se energjia shpenzuar në një zonë të caktuar nuk përputhej me energjinë e faturuar. Në sekondat e para të gjurmimit, ekipi has në dyshimet e para. Zyrtarët e Kecit hasin në një lidhje direkte. Të konsumatori në fjalë, gjatë kontrolës, të njësori i shtëpisë, cilën e furnizon shtëpinë, ka pas hyrje dalje në një pikë matëse, ku energjia dhe më e shpenzuar nuk është matë, është keqpërdorur për ndryshe është vjedhur. Pra kemi has në një lidhje direkte. Direkte, po. Po ndryshe quhet lidhje direkte, keqpërdorimin e energjisë, pasi që ka anashkaluar shpenzimin dhe më fakturimin. Çfarë pajisje kryesisht? Nxemje, klim, tjera pajisje përcjellëse të shtëpisë, cilat thuj se çdo konsumatori ka. Përveç lidhjes direkte, në zonë ekipi special hasi edhe në njësor ilegal. Rryma e shpenzuar nuk po faturohej. Si rregull, çdo gjetje evidentohet në proces verbal për të përdorur pastaj në procedura gjyqësore. Mrena atij oborrit të shtëpisë ka edhe 3 shtëpi të tjera me 3 njësor ilegal, të cilët janë shkyqur për momentin edhe nuk janë të regjistruar në Kec. Me rezultatet e para të kontrollit, ekipi special nisi drejt një lokacioni tjetër. Informatat inteligjente flasin për keqpërdorim të mundshëm të energjisë në një lokal në Viti. Ekipi special për gjurmimin e vjedhjeve pas kontrollit të detajuar hedh dyshime për ndërhyrje në njësorin elektrik, i pëturdhër që ai të largohet. Gjatë kontrolës, e kemi nalë rrymen, kemi testuar, tek njësori vrehet që dhe dyshohet që është i manipuluar, njësori ndrohet nga ekipet përkatëse, dërgohet në qendrën për kalibrim dhe verifikim. Në qendrën për verifikim dhe kalibrim do të dërgohet edhe një njësor tjetër i hasur në një lokacion tjetër. Sigurohet që të ndiqet çdo hap që parashihet në procedurë. Ky është njësori të cilën e kemi bë ndrrimin, i cili futet në qese, bllëmbohet qesja dhe dërgohet në kalibrim për verifikim të njësorit. Kur zyrtarët e Kecit dyshojnë se në njësori energjisë elektrike mund të ketë pasur ndërhyrje, manipulim ose defekt të qëllimshëm, ata e heqin ormacin dhe e dërgojnë në qendrën e kalibrimit për verifikim teknik. Në këtë qendër, e vendosur në Lipjan, njësori nënshtrohet testeve të specializuara për të vërtetuar nëse është hapur, dëmtuar ose manipuluar, nëse ka ndryshim në mekanizëm, sistem elektronik apo vulat mbrojtëse dhe vërtetohet nëse matja e energjisë është e saktë apo ka gabime të shkaktuara nga ndërhyrja. Në orët e para të një dite marsi, ekipi special për gjurmimin e vjedhjeve dokumentoi keqpërdorim të energjisë elektrike në kontrollet e para në qytetin e Vitis. Informatat inteligjente tregonin për vjedhje të rrymes në një tjetër lokacion në po të njëjtin rajon. Ekipi special, në shoqërimin e njësive speciale të Policisë së Kosovës, nisi drejt një biznesi tjetër për të cilin ka dyshime se po vjedh rrymë. Përmes një njësori ilegal, biznesi po furnizonte me rrymë pajisjen për ngrohje.
Të konsumatorin në fjalë kemi hasur në njësor ilegal, nga i cili njësor ka furnizuar nxemjen për njësori hiqet dhe i mirët dërgohet në qendrën për kalibrim dhe verifikim. Brenda një dite, ekipi special i Kecit hasin e keqpërdorim të rrymës në 4 lokacione, por informatat inteligjente flasin për vjedhje të rrymës edhe në një shtëpi. Konsumatori ishte shkyqur nga sistemi nga distanca, por njësori i tij vazhdonte të kishte rrymë. Ai kishte realizuar një lidhje ilegale, lidhje kjo e cila gjurmohet nga ekipi special. Konsumatori është i kyqur direkt pasi njësori është i shkyqur nga distanca, ka bërë domthonë hyrje dalet në pikë ku energjia shpenzuar nuk matet. Konsumatori do të procedohet penalisht teksa të gjitha gjetjet nga terreni evidentohen në proces verbal për të përdorur pastaj në procedura gjyqësore. Paralajmërimet e ekipeve të specializuara të Kecit janë që operacionet e tilla do të vazhdojnë edhe me tutje. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte. Një komshi juaj që keqpërdor energjinë mund të shndrohet në rrezik serioz për jetën dhe pronën tuaj. Instalimet e tij mund të shndrohen në rrezik të zjarrit dhe kjo është rrezik për ju. Keni vëmendje të raportoni të gjithë ata që keqpërdorin dhe kryen instalime të parregullta. Vazhdoni me na raportu në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.